lidhja më sakt e zinkut me pankreasin. Një enzim shumë misterioze dhe interesante i quhet karboksipeptidaza. Karboksipeptidaza prodhohet nga qelizat acinare në formën e enzimogenit jo aktiv. Pra pankreasi prodhon enzima për të tretur dhe për të zbërthyer pjesën e proteinave, që proteinat të shpërbëhen dhe të zbërthehen deri në peptide dhe deri në aminoacide. Prandaj pankreasi, duke qenë se është një organ shumë i rëndësishëm, prodhon këtë enzim, por kjo enzim zakonisht kërkon zink. Pra është ky ion metalik që bën aktivitetin e kësaj enzime plotësisht funksionale. Dhe nëse pankreasi është i lodhur nga alkooli, pra ne konsumojmë alkool, bëjmë një jetë e cila lidhet me pjesën e stresit shumë të lartë, gjendja psikologjike, pagjumësia, ne nëse humbim lidhjen me natyrën, frymëmarrja me diafragmë është shumë e rëndësishme. Pjesa e lidhjes që ua përmenda pak më parë me natyrën ose aerofagia, gëlltitja në nivele më të larta të ajrit, bën që prodhimi i enzimave të reduktohet. Dhe enzimat me kalimin e moshës, çfarë bëjnë? Fillojnë dhe të dobësojnë. Pa enzima nuk ka jetë. Dhe karboksipeptidaza është një enzim e cila bën të mundur shkëputjen e aminoacideve nga fundi karboksilik. Pra pa atë ne nuk mund t'i përfitojmë dot proteinat, nuk mund t'i coptojmë dot siç duhet proteinat. Dihet që proteinat janë njësia themelore e sistemit imunitar. Pa ato nuk ka jetë. Dhe varfëria, ose më saktë, nëse ne marrim pak zink nga ushqimet, varfërimi ndaj këtij mineralit, do të sjellë që sikur ne kemi një plagë në pjesën e lëkurës, ajo mund të mbyllet në një kohë më të largët. Pra distanca mund të jetë e largët dhe jo e shkurtër, që plaga të mbyllet shumë shpejt, ose sistemi imunitar dobësohet në një virozë. Mund ta kalojmë disa ditë ose disa javë, temperatura mund të vazhdojë për disa ditë. Prandaj, enzimat tretëse, të cilat bëjnë të mundur zbërthimin dhe bëjnë të mundur ndarjen e aminoacideve nga vargu i peptideve, kanë nevojë për zink. Luciano, pse karboksipeptidaza konsiderohet një metaloenzim dhe cili është roli i ionit të zinkut në aktivitetin e saj? Kjo enzim, e cila është shumë misterioze, unë do ta tregoj edhe pak këtu, quhet karboksipeptidaza. Ajo prodhohet nga pankreasi, nga qelizat acinare të pankreasit dhe është shumë e rëndësishme sepse shkëput aminoacidet e fundit ose të vargut karboksilik, pra vargun fundor të aminoacideve. Dhe karboksipeptidaza është një ndër enzimat që luan rol themelor në përthithjen e aminoacideve. Aminoacidet janë të vlefshëm për të ndërtuar edhe proteina strukturore, siç është tu kolagjeni, për të ndërtuar përsëri proteina shumë të rëndësishme, siç është tu një transferin jetike e cila quhet albumina. Pra aminoacidet janë të rëndësishme për lëkurën, për muskujt, për organet, për trurin, për mëlçin dhe për gjitha organet. Karboksipeptidaza ka lidhje me zinkun sepse nëse mungon zinku në trup, ajo nuk funksionon siç duhet. Nëse nuk funksionon siç duhet, kemi fryrje të barkut, kemi përthithje jo të duhur të aminoacideve dhe nga kjo ne mund të kemi dhe një ngadalësim të shërimit mukozave, qoftë ky një gastrit atrofik, qoftë një ulcer, apo qoftë ulcera në stomak apo në duoden. Karboksipeptidaza, ja ku e kemi, do të ndalemi edhe pak tek anhidraza karbonike, thuhet që është metaloenzim që përmban zink dhe zakonisht ajo bën të mundur tretjen e proteinave në zorën e hollë dhe zinku është thelbësor që ajo të funksionojë. Karboksipeptidaza çfarë bën? Sinjalizohet nga tripsina, që tripsina është pararencia e tripsinogenit që përsëri ka rol të rëndësishëm se aktivizon këto enzima. Pa enzima nuk ka jetë, pa enzima nuk ka përthithje. Tek anhidraza karbonike do të ndalemi më vonë, por le të flasim akoma dhe më shumë për funksionin e këtij minerali dhe në lidhje me enzimat që janë jetike. Luciano, nga ana tjetër si ndikon zinku në shëndetin e zorëve, në rigjenerimin e mukozës intestinale dhe ruajtjen e barrierës së zorëve? Si fillim, në shëndetin e zorëve, për tretje, zinku është një ndër mineralet më të rëndësishme që rigjeneron ato vilet e dëmtuara. Vilet janë ato projeksionet anatomike në zorën e hollë, pra shton sipërfaqen përthithëse. Kur ne kemi një ulcer në duoden, zink karnozin është i rëndësishëm për të përshpejtuar ato mukozën e dëmtuar ose mukozën e inflamuar tek pjesa e duodenit ose tek zora e hollë. Pra zorët në tërësi ka nevojë për zinkun. Në ana tjetër, zinku është i rëndësishëm,
Këtë do ta përmend tani, këtu kemi dhe imazhin e pankreasit. Është informacion pak i rëndësishëm ky. Zinku ndodhet zakonisht më së shumti në kocka, në muskujt skeletik dhe në disa organe, në veshka, në mëlçi, në zor, në zemër, por për qëndrimin kryesor ka pjesën e sistemit muskuloskeletik, në muskuj dhe në kocka. Zinku nga ana tjetër ka një përqindje të lartë dhe tek pankreasi. Pra te qelizat beta, ku prodhohet edhe hormoni insulinës, ndodhet ky mineral. Dhe ky mineral, nëse dobësohet, nëse reduktohet nga trupi si pasojë e marrjes medikamenteve ose si pasojë e kortizonëve, imunosupresorëve, në një kohë të gjatë, kur një pacient ka sëmundje autoimune, trupi çfarë bën? Domosdoshmërisht varfërohet nga ky mineral. Dhe pankreasi nuk mund ta prodhojë në mënyrë shumë efektive dhe cilësore insulinën. Pra tek qelizat beta janë pjesë e funksionit endokrin që prodhojnë disa hormone të rëndësishme, somatostatinën, insulinën dhe glukagonin, që insulina është ai hormon që ul ose ndihmon në përthithjen e glukozës nga qeliza nëpërmjet transportuesve të caktuar, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ose SGLT1 që është tek pjesa e enterociteve. Dhe këtu tani, nëse ulet zinku, funksioni, cilësia e insulinës mund të reduktohet dhe kjo mund të sjellë rezistencë të insulinës, mund të sjellë që glukoza të përthithet në mënyrë pak më të ngadaltë nga qelizat. Domethënë zinku ka përqendrim të lartë dhe tek qelizat beta në pankreas dhe mbron pankreasin. Dhe kemi thënë që pankreasi është dizëllonja, organi më i rëndësishëm që mund të ekzistojë në trupin e njeriut. Është shumë i vogël, por efikasiteti i tij dhe funksioni i tij është shumë jetik. Prandaj pjesa e pankreasit që ne kemi thënë që jo vetëm që luan rol në uljen ose në stabilizimin e glukozës në gjak, por njëkohësisht ai prodhon dhe enzima tretëse. Domethënë është një organ që ofron një dritë për gjitha organet e barkut dhe se zinku ndodhet edhe në pankreas. Luciano, tregu disa nga shenjat më të zakonshme të mungesës së zinkut dhe si mund të ndikojë kjo në tretje dhe imunitet. Shumë e saktë. Të vim tek pjesa e përgjigjes së pyetjes ose më saktë tek përgjigja e vazhdimit të pyetjes së parë. Tek pjesa e mungesës së zinkut, cilat janë ato shenjat që ne mund ta dallojmë? Si fillim, një viroz mund të zgjasë prej disa ditë, mos të them me disa javë. Mund të jetë një adenovirus i cili mund të zgjasë prej gati një javë ose 2 javë, mund të jetë një gastroenteritilet, një rotavirus, që rotaviruset janë zakonisht viruse që përqendrohen tek mukozat respiratore, tek pjesa adenoidve, tek pjesa e mukozës gastrointestinale. Pra trupi e kalon një viroz më ngadalë. Dhe nga kjo ka her pas here dhimbje kyçesh, artikulacionesh, pra një ndër arsyet ose një ndër ato shenjat më kryesore që ne mund ta dallojmë është pjesa e virozave që mund të kalohet më ngadalë. Tjetër është kur ne mund të kemi një herpes në gjuhë, kur ne mund të kemi një herpes në pjesën e gojës, janë ato çarjet e vogla në gjuhë ose kur ne kemi një temperaturë të lartë. Përsëri trupi atë mund ta kalojë me një proces më të ngadalt. Tjetër është pjesa anemisë. Zinku lidhet shumë me anemin. Pra, anemia tregon që ne mund të kemi depozita më të ulura të zinkut. Janë tretjet e ngadalta, fryrja e barkut, sikurse dhe problematikat me jashtëqitjen, një herë diare, një herë kapslëk. Nga ana tjetër është edhe si mund të ndikojë në imunitet. Sikurse është magnezi, vitamina D, atëherë dhe zinku është trekëndshi që plotson atë, mund ta themi, trigeminusin kryesor ose hallkat kryesore për një sistem imunitar të shëndetshëm. Luciano, mbyllim me ushqimet. Pra, cilat janë ato ushqime që janë burimet më të mira të zinkut dhe kur mund të jetë i nevojshëm dhe suplementimi? Shumë e saktë. Tani, ne nga ushqimet, zakonisht doza për të rriturit, si për meshkujt dhe për femrat, ka një ndryshim të vogël, 15 deri në 18 mg. Dhe kjo për nënat shtatzan mund të jetë akoma dhe më e lartë.